Se po meren me Haxhiun Bajram Begaj dhe po fshehun generalin Bajram Begaj. Pas pak sekondash do të shihni skedën e Spakut dhe dosjen që digjet tek zyrat e prokurorisë speciale për pronat e ushtrisë në jug të Shqipërisë që i ka shitur jo Haxhiu, por general Bajram Begaj tek oligarkët e Tiranës. Bajram Begaj është thjesht një vegël e rregullt e Edi Ramës në krye të shtetit shqiptar. Dhe opozita apo analistët serioz duhet të merreshin me bëmat e tij institucionale dhe jo me besimin e tij fetar. Por pasi mediat e rreshtuara zgjodhin të flasin për Haxhiun Bajram Begaj dhe jo generalin Bajram Begaj, këtu ka një pyetje. Kjo ndodh sepse Bajram Begaj ka një ndosje të nxehtë në SPAK përpara se të bëj president si shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Begaj ka firmosur dhe ka kaluar planet për tjetërsimin dhe nxjerrjen nga plani i përhapjes të pronave të ushtrisë në bregdetin e jugut të Shqipërisë dhe ua ka dhënë për resorte turistike oligarkëve të Edi Ramës. Këto prona strategjike të ushtrisë shqiptare, baza detare dhe terrene që mbroheshin me ligj nga ushtria ju dhan oligarkëve të pushtetit për të ndërtuar resorte turistike luksoze private. Kjo është akuza reale